Ose drejtori i përgjithshëm, Zoja Zëmësënise, në rast se personali Dikës Shnori Tadeu ndodheni preso. Raporton Drejtues Konstanaç. Luftoj të ndërojmë himnin kombëtar. Të dashur familjarë, kolegëve tanë të shtrenjtë, të nderuar zëvendës ministre, të nderuar partner, të nderuar kolegë, të ftuar dhe pjesëmarrës. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të kujtuar një datë, jemi mbledhur për të përkullur para një mungese që flet më fort se prania jonë, para një heshtje që nuk është boshllëk, por amanet, para emrave që nuk janë vetëm të gdhëndur në pllaka përkujtimore, por të skalitur në ndërgjegjen e një kombi që nuk duhet të harroj kurrë se siguria e tij ka pasur dhe ka një çmim njerëzor. 5 maj, dita e dëshmorëve të policisë shtetit dhe të Adeut, është një ditë ku uniforma nuk shihet vetëm si detyrë, por si betim, si një vijë e padukshme mes jetës së zakonshme dhe sakrificës së jashtëzakonshme. Dëshmorët tanë nuk ishin statuja, nuk ishin figura të largëta nga jeta. Ata ishin binënash që i prisnin në prag, ishin baballar që nuk arritën të ktheheshin për darkë, ishin bashortë që lanë për gjusëm një fjalë të butë, një premtim të pambajtur dhe një ëndër shtëpie. Ishin prindër që nuk arritin të shihnin fëmijët duke u rritur, por u lanë atyre trashëgimin më të rëndë, por më fisnike, emrin e nderit. Në historinë e çdo kombi ka njerëz që nuk kërkojnë duartrokitje, por lën pas dritë. Dëshmorët e policisë shtetit, njerëzit të Adeut janë ata. Ata janë ata njerëz të rrallë që në çastin kur jeta kërkoi prej tyre zgjedhjen më të pamundur, nuk zgjodhen veten. Zgjodhen ligjin dhe detyrën, qytetarin dhe Shqipërinë. Prandaj, sot përpara familjeve të tyre ne nuk mund të flasim me fjalë të zakonshme, sepse dhimbja, krenaria dhe mungesa që mbani në shtëpitë tuaja nuk është e zakonshme. Ju familjarë të dashur të dëshmorëve, jeni pjesa më e heshtur dhe më e madhe e kësaj sakrifice. Ju detyrojmë jo vetëm respekt, jo vetëm mirënjohje, por kujdes, prani, dinjitet dhe kujdes të pandërprerë. Ai i përket flamurit, ai i përket çdo qytetari që jeton në paqen që ai mbrojti. Për çdo punonjës policie sot kjo ditë është edhe pasqyrë, edhe thirrje. Pasqyrë për të parë se çfarë peshë ka uniforma që ne mbajmë. Thirrje për të mos harruar kurrë se autoriteti pa njerëzillëk bëhet i ftohtë, ndërsa ligji pa shpirt bëhet edhe më i largët. Policia e shtetit nuk është vetëm forca që lufton krimin, është edhe dora që ndihmon të moshuarin, fjala që qetëson qytetarin, prania që rikthen besimin, syri që vigjilon kur të tjerët pushojnë. Dëshmorët tanë na mësojnë se uniforma nuk nderohet nga grada, por nga karakteri, nuk ndriçon nga metali i stemës, por nga morali i njeriut që e mban. Nuk bëhet e shtrenjtë nga ceremonia, por nga gatishmëria për të qëndruar aty ku rreziku është më i madh se frika. Sot, kur vendosim kurora, kur ulim kokën, kur shqiptojmë emrat e tyre, nuk kryejmë vetëm një ritual. Ne rinovojmë një kontratë të pashkruar me kujtesën, një kontratë që thotë nuk do t'ju harrojmë kurrë. Nuk do t'i lëmë emrat tuaj të zbehen, nuk do t'a lejojmë kohën t'i mbuloj gjurmët tuaja me plurin e indiferencës. Sepse një shtet që harron dëshmorët e vet, varfëron shpirtin e vet, ndërsa një shtet që kujton me nder, ndërton mbi sakrificën e tyre një të ardhme më të drejtë, më të sigurt dhe më njerëzore. Në emër të policisë shtetit, sot shpreh përuljen më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë që dhanë jetën në krye të detyrës. Por ata u nisën në mëngjes me uniformë dhe nuk patën kohë të thoshin lamtumir, por u kthyen në përjetësi me flamur, duke lënë pas një mesazh që nuk shuhet, se detyra kur vishet me ndershmëri
bëhet më e madhe se sa jeta. 5 maj nuk është një ditë trishtimi, është një ditë krenarie e mbushur me dhimbje dhe dhimbje e mbushur me krenari. Të dyja njëkohësisht, të dyja pa kompromis, sepse 231 dëshmorët tanë ra në këmbë dhe ne që jemi pjesa e policisë së shtetit kemi një detyrë të vetme, të mos përkulemi kurrë. Le të jetë kujtimi i tyre jo vetëm dhimbje, por busull, jo vetëm ceremoni, por ndërgjegje, jo vetëm histori, por frymë. Lavdi dëshmorëve të shtetit dhe të dheut. Nderimi i përjetshëm familjarëve të tyre. Faleminderit. Familjar të dëshmorëve të ateut, të nderuar drejtues dhe punonjës të policisë së shtetit, të nderuar pjesëmarrës. Sot nderoj me mirënjohje dhe respekt të thellë kujtimin e dëshmorëve të ateut, të cilët dan jetën për Shqipërinë, sigurinë dhe paqen e qytetarëve. 5 maj është një ditë reflektimi kombëtar, është dita kur shteti dhe shoqëria ndalen për të kujtuar ata që vendosën detyrën, jetën e të tjerëve mbi jetën e tyre. Për policinë e shtetit, kjo ditë mbart një domethënie të veçantë, që prej krijimit të saj, qindra punonjës policie kanë rënë në krye të detyrës për të mbrojtur rendin publik, sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve. Ka ditë kur fjalët nuk mjaftojnë. 5 maj është njëra prej tyre. Sepse sot nuk flasim vetëm për histori, nuk flasim për ceremonia apo për kujtime. Flasim për njerëz, për jetë të ndërprera në mes, për familje që kanë mbajtur mbi veten e tyre dhimbjen e humbjes, dhe për krenarinë e një sakrifice që i përket jo vetëm atyre, por gjithë Shqipërisë. Dëshmorët e policisë së shtetit nuk janë thjesht emra në memoriale apo në memorien institucionale. Ata janë shembulli i lartë i detyrës, i kurajos dhe i përkushtimit. Prandaj respekti ynë i thellë shkon për ta dhe për familjet e tyre, për prindrit, bashortet, fëmijët, të afërmit, të cilët jetojnë çdo ditë me një mungesë të pazvendësueshme. Të dashur familjar, jemi të vetëdijshëm që në asnjë ceremoni nuk mund t'u azvendësoj mungesën tuaj të thellë, por përgjegjësia jonë është jemi pranë jush me respekt, me përkujdesje dhe mbështetje konkrete për ju dhe fëmijët tuaj, duke ruajtur gjithmonë me dinjitet kujtesën e sakrificës së tyre. Qeveria shqiptare, veçanërisht Ministria e Punëve të Brendshme, ka qenë dhe mbetet e angazhuar në mbështetje të familjeve të punonjësve të policisë së shtetit, të rënë në krye apo për shkak të detyrës, përmes politikave të strehimit, mbështetjes, punësimit, përkrahjes, për fëmijët, një pjesë të cilëve sot janë edhe bërë pjesë e familjes madhe të policisë së shtetit. Por kujtesa nuk mund të jetë e plot pa drejtësi. Familjet e të rënëve, ashtu si çdo qytetar, ka të drejtë të besojë se shteti nuk haron, nuk hesht dhe nuk pranon pandërshkueshmërinë. Të nderosh sakrificën e tyre do të thotë dhe të mbrosh ligjin, të forcosh institucionet dhe të garantosh që drejtësia do të veprojë seriozisht duke ndëshkuar ata që e meritojnë ndëshkimin më të madh të ligjit. Ky është thelbi i shtetit të së drejtës, i rrugës europiane që Shqipëria ka zgjedhur. Po aq e rëndësishme për ne është përgjegjësia jonë ndaj atyre që sot mbajnë uniformën e policisë së shtetit. Punojësit e policisë përballen çdo ditë me rrezik dhe me përgjegjësi të lartë publike. Prandaj detyra jonë është të përmirësojmë kushtet e tyre të punës, të forcojmë mbrojtjen dhe mbështetjen ndaj tyre, si dhe të garantojmë më shumë dinjitet dhe siguri për çdo punonjës që mban sot uniformën. Në këtë ditë mesazhi ynë shkon gjithashtu edhe për shoqërinë. Respekti për dëshmorët nuk mund të ndahet nga respekti për ligjin, për institucionet dhe për çdo punonjës policie që shërben sot në terren. Një shoqëri më e sigurt ndërtohet jo vetëm nga institucionet, por edhe nga qytetarët që bashkëpunojnë, respektojnë rregullat dhe e shohin uniformën e policisë së shtetit si garanci për rendin dhe sigurinë e përbashkët. Në përfundim të fjalës time, do doja të theksoja se çdo arritje e policisë së shtetit sot merr më shumë kuptim kur mbështetet mbi trashëgiminë e sakrificës, përgjegjësisë dhe shërbimit ndaj vendit që lanë dëshmorët e ateut. Prandaj sot dhe çdo ditë, përgjegjësia jonë është e qartë, të mos harojmë dhe të ndërtojmë një shtet të drejtë e dinjitoz për të gjithë. I përjetshëm qoftë emri dhe vepra e dëshmorëve të policisë së shtetit, lavdi e përjetshme dëshmorëve të ateut. Faleminderit. Të nderuar zëvendës ministra, i nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i nderuar rektori i akademisë, të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni përkujtimore. Dhe pse vitet kalojnë,
është ende e vështirë të shpresh në këtë ditë të veçantë. Të rikthesh në 5 maj është trishtim, emocion, por dhe krenari. Një krenari e cila me kalimin e kohës I jep gjithmonë më shumë vlerë, shprehje se nuk ka gjë më të shtrenjtë se emri që të lë pas prindi. Sot, për ulim me respekt të thellë para dëshmorëve të policisë që ranë në krye të detyrës, simbolin më I lartë I sakrificës. Njerëz që vendosën jetën e tyre në shërbim të sigurisë e rendit shoqërisë tonë. Sakrifica e tyre nuk është thjesht një akt heroizmi, por një dëshmi e përkushtimit të pakushtëzuar ndaj detyrës dhe dheut. Dhimbja është e madhe dhe kthehet në një plagë që flet ndër vite, por vepra e tyre jeton në kujtesën tonë dhe në vlerën që ajo përfaqëson. Sakrifica e tyre I bën ata pjesë të historisë tonë, duke lënë pas një trashëgimi nderi dhe dinjiteti. Emrat e tyre janë të gdhendur përjetësisht në librat e historisë, si kujtesë e sakrificës sublime, si dhe thirrje për të mos kujtuar që ata dhanë gjithçka për ne. Kujtesa dhe nderimi juaj për të rënët, për kraja dhe ndihma për familjarët që lanë pas, është respekti më I madh që I bëhet kolegëve tuaj dëshmorë. Ndaj në emër të familjarëve të dëshmorëve, policisë ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj suksese në misionin tuaj fisnik. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të policisë. I përjetshëm qoftë kujtimi I dëshmorëve të